punuan jashtë orarit edhe natën. Por për këto dy angazhime që bën gjatë marsit, policët e Kosovës nuk u kompenzuan asnjë cent në prag të festës së Fitër Bajramit. Në prag të festës, policët nuk e kanë marrë pagën e merituar, e cila është e domosdoshme për planifikimin e angazhimeve të tyre familjare dhe personale. Fati i njëjti përcolli edhe ushtarët. E për këto të lashe me rrogat, Ministria e Financave fajin u ala organizatave buxhetore. U takon organizatave buxhetore përkatëse që të planifikojnë buxhetin vjetor në përmuaj dhe të sigurohen se kanë buxhetin e mjaftueshëm kur miratojnë shtesa tjera mbi pagën bazë. Opozita në anën tjetër e kritikoi qeverinë Kurti. Prandaj edhe dëgjojmë çdo ditë që polici e ushtari po largohen nga detyrat e tyre fisnike për të siguruar mirëqenie familjare. Paga bazë një polici aktualisht është mbi 600 euro, kurse një ushtari mbi 650. Dy kategori do të përfitojnë nga korriku i këtij viti dhe një 50 euro më shumë secila në bazë të vendimit të qeverisë Kurti për ngritje të pagave që u mor pak muaj para zgjedhjeve. Shënjestër.net